Shikue se kemi prej sugjukun, e po atë krejt im. Se e mirë. Atëherë, sot nga tuajmë një pjatë, s'po di, 3 pjata mi hangër pastat me tartuf, nuk ngope me, janë shumë të shishme. Edhe kohën e fundit, jemi infektu me tartufin. Çka kemi këtu? Këtu kemi tiguljen. Shkoni e bleni në market këtë salsë nga tigulje, e cila ka djathën ricota, ka tartufin dhe piperin e zi. Kam pak parmezan, kam pak sugjuk që s'ka me sugjuk, që e kom prej krejt imtja kështu. Këtu kemi rigatonit nga garofala. Do t'i prej, do t'fillojmë me njëherë që t'i zijem. Kjo pjatë nuk jo merë kohë hiq më shumë e hiq më pak se 10 minuta, sepse uji na ka vlu, do t'i zijem al dente edhe do t'i zhysim gjitha tek tenxhere. Atëherë, pa humbur kohë, derisa t'na zihen makaronat, do t'marrim vajin monini, vajin më të mirë, edhe pse për sugjuk nuk na nevojitet vaj, do t'vendosim vetëm pak. O zot, çfarë arome, Ja pra, në temperaturë minimale jam pyes kuq gradualisht sugjukun, shikohet, besoj që ka me qenë një super kombinim me tartufin, se nështë ta po thoni aje normale, janë sugjuk. Sugjukun që ka du, komponi herë krejt fillim të shijes tonës me oriz, kurse haroj e keni pra oriz me sugjuk në YouTube, pasa me përsërit. Ja, do ta largojmë nga pllaka, sepse sugjukun e kemi gati, ja, do ta ndalojmë. Edhe makaronat, mendoj që i kemi gati, hajde ta shohim pra, ja ta marrim pincetën. Ta marrim të pincetën. Shohim se ku jemi pasta. Mendoj që për 2-3 minuta edhe rigatonit na janë zi, se këtu na u djekë sugjuku. Edhe sugjuku është gati. O, zot, o zot. Kam u knoq mira shikuesa. Okej, shikues, po i marim salvetat, ja, një salvet këtu, edhe një për mua, pisat janë njësim. Makaronat sa nuk na janë zi, edhe eftuara sa nuk na ka ardhë. Po, në filloj me u bo gati. Kështu i ko marrë edhe pjatat, nëse do një pjatat cekta, të pella, unë tash shkoj me këto, sepse edhe pasta ka me marrë ngjyrën si kjo pjatë, dhe ja, për na derë dhe tuje. Edhe pasta do nga merë ngjyrën nga tartufi si kjo pjatë, edhe ashtë kryojmë një kontrasta. Ja, këtu i kemi pjatat. Dhe makaronat na janë zi. Tani do t'i servojmë dhe do t'a shihni çfarë pasta mund të bëni sot ditë e djelë, shikues bre. 10 minuta puna. O zot, hajta në gjy pak të sugjuku qëto. Pak i ndyrë sugjuku. Po në ndajëm. Shikues, rigatonit na janë zirë, ja. I kemi zi pak ma shumë se al dente, ju e dini që mu më pëlqenjë al dente, por mira si pëlqenjë qullë, si në Kosovë, stërzime. Atëherë, e ko marrë këtu një vangëll, një enë të thellë, jetë po e lë këto, ja, hajde me dyjat. Do të marrim pra rigatonit, ja, nga tenxherja drejt tek ena, a shumë e bukur kjo, do ta shihni tani. S'kom zi shumë, sepse cak i ka hangër shumë ma herët, kështu që për mu edhe mirën i kemi tamam. Tani do të marrim pak nga uji i pastave, ja kështu, do të vendosim. Ja, edhe një herë, jo të tërën, ja, shumë pak, ja kështu. Tani do të marrim, o zot, tigulja, o zot çfarë arome ka. Do të marrim 3, 4, 5 lugë, sot ja u donë loqka e shpirtit zemrës. Atë sa e doni tartufin, atë vendosni, po bëj shaka. Shkoj me 4 lugë, 5 të mesme të tartufit, ja, mjafton. Do të vendosim parmezan, ja këtë parmezanin këtu. Do të shkoj me pak piper të zi. Edhe pse tigulju e ka piperin e zi, por unë tarë që të vendosim edhe pak, ja. E gjithë masa do bëhet super kremoza, fal parmezani, ujë të pastave dhe
të tartufit, o zot çfarë arome, a? O zot sa e mirë. Ja, shihet sa kremoze janë bë. Vendosim sipër edhe pak piper të zi. Ja, kështu. Tani po shkoj me pjatën e dytë. Ja, kështu. O, zot sa kremoze, shikoj sa. Ja. Edhe kësaj pak piper të zi. Ja, kështu. Dhe po shkojmë të suxhuku. Thash do ta servoj me suxhuk, këtu e kam marrë një luk. Ja, e kemi bërë suxhukun krokante dhe do ta dekorojmë sipër pjatës. Ua, shikues, ja pra. Këto janë rigatonit për sot, rigatone super, të lëngshme, të shishme, me tartuf dhe me suxhuk. Po ma bën me sy edhe aroma është fenomenal, ju lumshin duart. Kja është të thonë na bëf mirë, po na bëf mirë edhe neve dhe juve shikues për t'i gatuani, presim ma bot tag në rrjetet tona sociale. Dhe Zilja, erdhi mira, për shkoj po e hapim derën me njëherë. Po do ta provoj, prit tash. Okej. Merë suxhuk ma shumë. Merë suxhuk. Janë shumë ndryshe, sepse janë shumë interesante.